Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Elir Lamim. Mendojnë njerëzit se do të lihen të qetë nëse thonë, na kemi besuar. E që ata nuk do të vijen në sprov. Me të vërtetë, ne i kemi sjell në sprov ata që kanë qenë para tyre, e Perëndia do të tregojë për ata që thonë të vërtetën dhe për ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do të shpëtojnë dënimin tonë? Sa keq po gjykojnë ata. Kush preson takimin te Perëndia, me të vërtetë do të arrijë dita e caktuar. E ai i dëgjon dhe i di të gjitha. Kush përpiqet në rrugën e Perëndisë, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, se Perëndia, me të vërtetë, është i pavarur prej çdo gjëje. Ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, me siguri do të ushqyejnë te këqijat e tyre dhe do t'i shpërblejmë ata me mirë se punën që kanë bërë. Na e kemi obliguar çdo njeri që të bëjë mirë prindërve të vet. Por nëse ata të nxisin ty që të më bësh mua shoki, për të cilën ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të kthehen ju e do t'ju lajmëroj unë juve për atë që keni punuar. Dhe ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, me siguri do t'i radhisin në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, na besojmë Perëndin. Kur të sillet në shëtisim për Perëndin, ai e konsideron sprovimin e njerëzit ashtu si dënimin e Perëndisë. Kur të vinë ndihma prej Zotit tënd, ata, me siguri, do të thonë, na kemi qenë me ju. Vallë, a nuk e di Perëndia më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Perëndia, me siguri, do t'i tregojë ata që kanë besuar dhe do t'i tregojë hipokritët. Dhe mohusit u thonë besimtarëve, ndiqni rrugën tonë e ne do t'i bartim gabimet tuaja. Por ata nuk janë bartës të asnjë gabitit të tyre, ata, me të vërtetë, janë gënjeshtarë. Ata mohusit do t'i bartin brengat e veta dhe bashkë me bregat e tyre, edhe brenga tjera, dhe ata, me të vërtetë, do të pyeten ditën e Kiametit për atë që trillonin. Ne e kemi dërguar Nuhun te populli i tij, e ai qëndroi në mesin e tyre 1050 vjet, e i përfshiu ata për mbytja nga uji, me që ishin zullumçar. Dhe ne e shpëtuam atë dhe ata që u gjenden në bark, dhe e bëm dokument të fuqisë sonë për të gjithë. E kujtoi Ibrahimin kur i pa thënë popullit e vet, adhuroni Perëndin dhe druajuni atij. Kjo është nëse miri për ju, nëse e dini. Ju, pos Perëndis, me të vërtetë, po adhuroni idhuj dhe po shpifni gënjeshtra. Me të vërtetë, ata që po i adhuroni ju pos Perëndis, nuk kanë pushtet ju furnizojnë juve, andaj, te Perëndia kërkoni furnizimin dhe adhuroni atë dhe falenderoni atij. Tek ai do të ktheheni. Nëse ju me konsideroni për gënjeshtar, madje edhe popujt e mëparshëm i kanë konsideruar për gënjeshtar pejgamberët e vet. Pejgamberi është i obliguar vetëm që të shpaq artazi. Vallë, a nuk vërejtin ata se si Perëndia i zufil krijesat prej asgjëje, e pastaj përsëri i kthen në jetë pas vdekjes. Kjo, me të vërtetë, për Perëndin është lehtë. Thuaj, udhtoni nëpër tokë botë dhe shikoni se si ka zënë ai fillim krijesave prej asgjëje, e pastaj Perëndia u jep gjallëri për të dytën herë. Me të vërtetë, Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. Ai ndeshkon atë që don ai dhe mëshiron këtë doj ai, dhe te ai do të ktheheni. Ndeshkimit e tij nuk mund të shpëtoni as në tokë as në qiell, e pos Perëndis nuk keni as mbrojtës as ndihmës. Ata që mohojnë ajetet e Perëndis dhe takimin e tij, të atillët e kanë humbur shpresën në mëshirën time dhe për ta do të ketë dënim të dëmshëm. Populli i tij nuk patën kurfar përgjigje, përveç se thanë, mbyteni ato se dëgjeni. Por Perëndia e shpëtoi atë nga zjarri. Këto janë, në të vërtetë, argumente për popullin që beson. Dhe Ibrahimi tha, ju, me të vërtetë, keni marrë, os Perëndis, adhurimin e idhujve për shkak të dashurisë në mes jush në këtë jetë. Në ditën e Kiametit do ta marrni njëri tjetrin. Dhe strehimorja juaj është zjarri. Dhe s'ka për ju kurfar ndihmësi. Luti besoi atij Ibrahimit dhe Ibrahimi tha, unë do të emigroj te Zoti im, me të vërtetë, ai është i plotëfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Dhe ne ja kemi dhuruar Isakun dhe Jakubin dhe pasardhësve të tij u kemi dhënë profetnin dhe librin e i kemi dhënë atij shpërblimin në këtë botë. Me të vërtetë, ai edhe në jetën tjetër do të jetë prej njerëzve të mirë. Dhe kujtoje Lutin kur i tha popullit e vet, ju me të vërtetë bëni so marrëzira çfarë askush para jush nuk ka bërë në botë. Bëni marrëdhënie seksuale me meshkuj, pengoni ndërprerni rrugët me të keqia dhe në tubimet tuaja bëni punët me të ndita. Populli i tij nuk patën kurfar përgjigje, përveç se thanë, ajt, si na dënimin e Perëndis nëse thua të vërtetën. Tha Luti, o Zoti im, më ndihmo kundër popullit ngatrestar. Dhe, kur të dërguarit ton engjit, i sollën zjarri që Ibrahimit, thanë, na do t'i zgjidhim banorët e këtij vend banimi, sepse banorët e tij janë zullumçar. Tha Ibrahimi, me të vërtetë, në mesin e tyre është Luti. Ata thanë, na e di mirë atë që është në mesin e tyre, na do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij, për poskruas e tij, ajo do të jetë me ata që janë për dënim. Kur të dërguarit ton,
i erdhën lutit u shqetësuaj për ardhin e tyre e u shtambua. Dhe ata i thanë, mos u friko dhe mos u brengos. Na do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, po skruas tënde. Ajo do të jetë me ata që janë për dënim. Me të vërtet, mbi banorët e këtij vendbanimi do të lëshojmë dënimin nga qielli, nga se ata janë të korruptuar. Dhe prej ti kemi lënë një dokument të dukshëm për popullin që mendon. I kemi dërguar edhe Medjenit vellonit ti Shuaibin, e ai ka thënë, o populli im, adhuroni Perëndin, shpresoni në ditën e Kiametit shpëtimin dhe mos bëni keq në tokë, si nga tërëstar. Por ata e përgjigjështruan atë, e i goditi ata tërmeti të mëshëm dhe ata kthyn në shtëpitë e tyre të vdekur e të gjunizuar. Dhe kujtoi Adin dhe Thamudin, e ju e kishit të qartë çka ka ndodhur me shtëpitë e tyre. Atyre, djalli ua ka zbukuruar veprat e tyre, e madje i ka shmangur nga rruga e drejtë, edhe pse kanë qenë larpamës. Dhe kujtoi Karunin dhe Faraonin dhe Hamanin. Me të vërtet, atyre u ka ardhur Musaj me dokumentet e qarta, e që ata u mendjemallsuan në tokë dhe nuk i shpëtuan dënimit. Ne të gjithë i kemi dënuar për mëkatin e vet. Ne disave u kemi dërguar fortunën dhe disa të tjerë i ka goditur zëri i tmeshëm, ndërsa disa prej tyre i kemi sharuar në tokë e disa prej tyre i kemi fundosur në ujë. Perëndia nuk u ka bërë atyre zullum, por ata vetes i kanë bërë zullum. Shembulli i atyre që kanë marrë ndihmës, pos Perëndis, është si shembulli i marimangës, e cila ka ndërtuar për vete shtëpinë për t'u ruajtur, e shtëpia më e dobët është rrjeti i marimangës. Sikur ta dinin këtë ata. Me të vërtet, Perëndia i di të gjitha ato që i adhurojnë ata, posa ti, ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Dhe këta shembuj, ne u paraqesim njerëzve, por këta nuk i kupton kush, pos dietarave. Perëndia ka krijuar qiellin dhe tokën me qëllim të plot, në këtë, me të vërtetë, ka argument për besimtarët. Lexo librin Kur'anin që të është shpallur ty dhe kryeje namazin. Namazi, me të vërtetë, të largon pengon nga korrupsioni dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Të përmendurit e Perëndisë është më e madhe lutje. Perëndia di çka punoni ju, dhe polemizoni me estarët e librit në mënyrën më të bukur, por ju me zullumçarët e tyre. Dhe thuani ju, na besojmë në atë që na është shpallur neve dhe në atë që është shpallur juve. Edhe Zoti ynë edhe Zoti juaj është një, dhe në atij i përulemi. Dhe kështu na ta kemi shpallur ty librin Kur'anin. Atyre që u kemi shpallur librin Teuratin, besojnë në këtë Kur'ani. Disa nga mekasit besojnë në të Kur'ani, e ajetet tona i mojnë vetëm mohuesit. Dhe ti, para Kur'anit nuk e lexuar kurfar libri, e as që ke shkruar me dorën tënde, se atëherë do të dyshonin të degeneruarit. Jo, ai Kur'ani është me argumente të qarta në zemrat e tyre që u është dhënë dija, argumentet tona i mohojnë vetëm zullumçarët. Dhe thonë, përse Muhamedit nuk i janë zbritur mrekulli nga Zoti i tij. Thuaj, mrekullit janë vetëm te Perëndia, e unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Vallë, a nuk mjafton atyre që ne ta kemi shpallur ty librin, i cili u lexohet atyre? Me të vërtetë në te ka mëshirë dhe këshill për popullin që beson. Thuaj, mjafton Perëndia dëshmitar mes meje dhe jush. Ai di çka ka në qiell dhe në tokë. Ata që besojnë në idhujt rrjedhime e nuk besojnë në Perëndin, ata janë të humbur. Dhe ata kërkojnë prej teje shpëtimin e dënimit. Sikur të mos ishte afati i caktuar, atyre do t'u kish arritur dënimi. Dhe, me siguri, atyre do t'u rje papritmas se nuk do ta hetojnë. Ata kërkojnë prej teje shpëtimin e dënimit, me të vërtetë, xhenemi do t'i përshijë gjithë mohuesit. Në ditën kur t'i kaploj dënimin mbi ta dhe nën këmbët e tyre. Dhe engjëlli thotë, çijoni dënimin për atë që keni bërë. O robërit e mi që keni besuar, me të vërtetë, toka ime është e gjerë, andaj më adhuroni vetëm mua. Çdo kush do të shijojë vdekjen dhe pastaj do të ktheheni tek unë. Na, ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira, do t'i vendosin në pallatet e xhenetit, nën të cilët rrjedhin lumenjt, aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i bukur është shpërblimi i punëtorëve, të cilët kanë duruar dhe janë mbështetur te Zoti i tyre. Sa shtazë ka, të cilat nuk e bartin me vete furnizimin. Perëndia i furnizon ato dhe juve. Ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Nëse i pyeti ata, kush i ka krijuar qiellin dhe tokën dhe kush e nështroi diellin e hënën? Ata, me siguri, do të thonë Perëndia. Ka po aratisën atëherë. Perëndia i azgjeron furnizimin kujt të dojnë nga robërit e tij, e dikujt i azvogëlon. Perëndia, me të vërtetë, është i dijshëm për çdo gjë. Nëse ti i pyet ata, kush e ka zbritur ujin nga qielli, e me të e gjallëron tokën e shkretëruar, me siguri do të thonë ata Perëndia. Thuaj, falënderimi qoftë për Perëndin. Por, shumica e tyre nuk mendojnë. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër përveç se argëtim dhe lojë. Me të vërtetë, jeta e botës tjetër është jetë. Sikur ta dinin ata këtë. Kur të hipin në barkë, i lutën Perëndin sinqerisht, e kur ai t'i sjellë shpëtojnë në tokë, për njëherë ata i bëjnë shok atij.
për të mohuar atë që u kemi dhënë edhe për t'u kënaqur. Shpejt do ta dinë ata. Vallë, a nuk e vërejnë ata se ne e kemi bërë haramin Mekën të sigurtë, kurse njerëzit rreth tij po grabitin e mbyten. Vallë, apo besojnë ata në gjërat e kota, ndërsa dhuntin e Perëndis po e mohojnë. Kush është zullumçar më i madh se ai që trillon gënjeshtra kundër Perëndis ose mohon të vërtetën që i ka ardhur? Vallë, a nuk është xhenemi vend për mohuesit? Ata që luftojnë përpiqen për të mijat tona, na me siguri do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Perëndia, me të vërtetë, është me të mirët.